Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton një qep në ditë dhe thoni lam të mirë dhimbjes së kockave, ja si ta përdorni. Qepa është një nga perimet më të shëndetshme të nën tokës e cila nuk mungon kurrë në kuzhinën e një anviseje shqiptare. Përdorimet e saj në kuzhinë dhe njëkohësisht në mjekësinë popullore janë të larmishme. Qepët rekomandohen kundër disa sëmundjeve dhe njëkohësisht problemeve ndër të cilat edhe artriti. Ky i fundit manifestohet me inflamacion dhe ëndje të kyçeve dhe nyjeve, duke ndikuar ndjeshëm edhe në lëvizshmërinë e njeriut. Në këtë video ju do të mësoni për përfitimet më të mëdha të cilët ofron qepa sidomos kundër artritit. Zbut inflamacionin. Qepët janë të pasura me quercetin, një flavonoid i cili lufton ashpër inflamacionin. Sipas ekspertëve, studimet kanë treguar se quercetina zbut ndjeshëm simptomat e artritit dhe të reumatizmës, sidomos në qoftë se ajo konsumohet afatgjatë. Përmirëson sistemin mbrojtës të trupit. Qepa është shumë e pasur me antioksidant. Këta të fundit ndihmojnë gjithashtu në eliminimin e stresit oksidues, i cili dëmton kyçe dhe nyjet dhe nxit shpërndarjen e inflamacionit në organizëm. Për më tepër, antioksidantët nga ana tjetër do të ndihmojnë edhe në forcimin e sistemit mbrojtës të trupit ndaj inflamacionit. Qepët përmbajnë edhe më shumë vitaminë C, e cila lufton radikalet e lira në organizëm. Kundër infeksioneve. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i qepëve mundet që të zbusë njëkohësisht ose të eliminojë infeksionet të ndryshme të kyçeve dhe nyjeve të cilat shpërndahen si pasojë e inflamacionit. Kjo është kryesisht e rekomandueshme për njerëzit të cilët planifikojnë që të kryejnë ndërhyrje kirurgjikale në kyçe. Shëndeti i kyçeve. Ekspertët thonë se konsumimi i qepëve, sidomos atyre të pasura me antioksidantë dhe vitamina, shmang degenerimin e kërceve dhe nxit njëkohësisht riparimin e tyre. Fal antioksidantëve, qepa mbron shëndetin e kyçeve dhe nyjeve dhe njëkohësisht shmang dëmtimin e tepruar të tyre. Sipas informacioneve, qepa shmang edhe komplikacionet. Medikamente të cilat përdoren sigurisht nga pacientë të cilët vuajnë nga artriti, shpesh ankohen për probleme me stomakun dhe komplikacione të ngjashme. Antioksidantët, të cilët gjenden pikërisht tek qepa, zvogëlojnë sasinë e sekretuar të acidit gastrik dhe njëkohësisht ato shmangin edhe formimin e ulçërës. Për më tepër, pacientët të cilët vuajnë nga artriti përballen me rrezikun e në rritje të arterosklerozës. Lëngu i qepës në përgjithësi arrin që të ulë ndjeshëm nivelin e kolesterolit të keq dhe njëkohësisht ta mbajë zemrën tuaj sa më të shëndetshme. Ndërkohë, këtu ju do të mësoni se çfarë ndodh trupit tuaj në qoftë se ju konsumoni qep shumë shpesh. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr mjaftueshëm përfitime prej saj. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani më shumë qep se sa normalisht. Qepa përmirëson dendësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë një efekt pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë tuaj të kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë. Qepa gjithashtu ul nivelet e kolesterolit dhe mban zemrën tuaj mjaft të shëndetshme. Sipas ekspertëve, qepa është një nga perimet më të rëndësishme të cilat gjithashtu
zvogëlojnë kolesterolin e keq i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një niveli ullët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon edhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban në zemrën tuaj akoma edhe më të shëndetshme. Qepa gjithashtu stimulon tretjen. Qepët janë të pasura plot me fiber, e cila përshpejton tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit edhe prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja, duke e bërë kështu akoma dhe më të lehtë procesin e tretjes, si edhe qepa zvogëlon dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve të cilët janë të mirë për trupin ton. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por ato njëkohësisht parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteret e këqija të cilat janë të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë në dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë e cila lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të sigurt. Qepa ju ndihmon që të flini sa më mirë gjatë natës. Sipas ekspertëve, kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorado sugjerojnë që konsumimi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit dhe për këtë arsye ato përmbajnë edhe fibra të cilat promovojnë shëndet të mirë të zorrëve dhe gjithashtu do të lehtësojnë stresin. Qepa nga ana tjetër do të luftojë plakjen dhe do të përmirësojë lëkurën tuaj. Të pasura me vitamina A, C dhe E, qepët mund t'ju ndihmojnë të arrini lëkurën tuaj të përsosur me shkëlqimin që ju dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë puçrat tuaja dhe njëkohësisht e mbajnë lëkurën tuaj më të lëmuar. Sipas ekspertëve, qepa ul nivelin e sheqerit në gjak. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjakun e kafshëve ulën ndjeshëm nga qepët. Shkencëtarët mendojnë se sulfuri në qep bën që prodhimi i insulinës të rritet, gjë e cila ul nivelin e sheqerit në gjak. Studimi nuk është ende i përfunduar. Zemra ka pasur disa studime mbi efektin e qepëve në gjakun tuaj. Këto studime tregojnë se konsumimi i qepës zvogëlon rrezikun e mpikses së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep, por ato shtojnë shumë aromë. Pra, është shumë më mirë të shtoni qep në ushqimin tuaj sesa pak krip shtesë, për shembull. Kripa është e dëmshme për presionin tuaj të gjakut, ndërsa qepa ju sjell shumë përfitime. Bakteret e mira. Ne preferojmë që të mos mendojmë shumë për bakteret, ato na bëjnë të sëmuremi, apo jo? Në fakt nuk ndodhë gjithmonë kështu. Sipas ekspertëve, ne kemi një sasi të madhe bakteresh të cilat jetojnë në trupin ton duke na mbajtur të shëndetshëm dhe qepët përmbajnë fibra prebiotike të cilat janë të mira për zorrët tuaja. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.